Përshëndetje të gjithëve. Është ky epizodi i 4 i podcastit Emergjenca sot. Edhe sonte kemi një temë mjaft interesante dhe mjaft rëndësishme për të biseduar, dhe ajo është gjakderdhjet gastrointestinale. Dhe për të biseduar për këtë tematik, që është mjaft me rëndësi, edhe sot kam një të ftuar të veçantë, doktor Besnik Ismaili, gastroenterolog, i cili na nderon sonte me prezencën e tij. Doktor Besnik, mirë se vjen. Faleminderit shumë. Mirë se u gjej. Doktor Besnik, e di e keni orar mjaft të ngjeshur, jeton mes Kosovës edhe mes Gjermanisë, një dinamikë mjaft e madhe e punës, kështu që të falenderoj shumë që mes kësaj dinamike gjetë kohë të na bashkangjitësh edhe neve në këtë podcast. Edhe një shumë faleminderit për ftesën, e bëj këto me shumë kënaqësi. Shumë faleminderit, jemi të nderuar. Atëherë, doktor, ne do të flasim sonte për gjakderdhjet gastrointestinale, një problematikë e cila haset mjaft shpesh në emergjencë, faktikisht është pika e parë e kontaktit për këtë pacient. Është një problematikë që ka mortalitet dhe morbiditet mjaft të lartë, edhe në mënyrë se si fillon trajtimi në emergjencë varet pastaj shumë ka shumë ndikim edhe në rezultatet përfundimtare të këtij mjekimi. Prandaj ne si zakonisht do të bëjmë një plan të bisedës se çka do të bisedojmë. E hapim bisedën me një rast, me një skenar rasti. Pastaj do të bisedojmë pak për llojet e gjakderdhjeve gastrointestinale, për shkaqet e gjakderdhjeve, sidomos në moshat e vjetra, në moshat e reja. Pastaj flasim pak për klinikën, për pasqyrën klinike të gjakderdhjeve, për diagnozën dhe në fund për trajtimin e këtyre rasteve. Nëse pajtohesh me planin, mund të vazhdojmë më herë. Nëse ke diçka më shtu, vazhdojmë të shohim rastin. Gjatë bisedës mund në ndërkohë më ndërlidhen në gjëra tjera. Atëherë, po hapim bisedën me një rast. Kemi një rast në emergjencë, pacient është 65 vjeç, i cili vjen në emergjencë për shkak të vjelljes me gjak, domethënë hematemezës, në sasi të mëdha. Pacienti ka histori të cirozës së avancuar me ascit dhe histori të hemoragjisë variciale edhe më parë. Parametrat vital për këtë pacient janë tension arterial 90/60, frekuenca e zemrës 110 në minutë, saturimi me oksigjen 95%, respiracioni 20 në minutë, temperatura 37.5%. Përshtypja e parë për këtë rast. Përshtypja e parë tregon si gjithmonë prapë anamneza është shumë rëndësi. Tregon domethënë në rast parë me si dëgjoj që një pacient me një cirozë të melishizë dhe vjen me vjellje me gjak, domethënë me hematemezis, e para që duhet dyshuar është në gjakderdhje variciale. Po, cila shpesh domethënë është përfundon edhe me vdekje. Vetë fakti që pacientët e tillë domethënë janë shumë të rrezikuar për shkak të sëmundjeve shoqëruese që është edhe ciroza melishizë, që mund të jetë edhe me insuficiencë të melishizë, edhe shumica në rasteve kanë edhe komplikime të tjera të organeve të tjera, shpesh me sindrom hepatorenal, ndoshta edhe insuficiencë të zemrës. Domethënë janë pacienta shumica në raste multimorbid. Kështu që është rast shumë interesant, komplikuar, shumë sfidues. Sigurisht. Atëherë do të flasim pak për llojet e gjakderdhjeve gastrointestinale. Si ndajmë përgjithësi gjakderdhjet gastrointestinale? Gjakderdhjet gastrointestinale ndahen në të sipërmën, që domethënë është kryesisht është gjakderdhjet nga ezofagu, lugthi, duodeni, domethënë deri tek pleksura jenoduodenale, domethënë të sipër, ligamenti ligamenti trajcit, mandej ndahen gjakderdhjet e poshtme deri domethënë tek anusi, por këto gjakderdhjet e poshtme mund të ndahen edhe një herë në gjakderdhjet të mesme, domethënë që është nga ligamenti trajcit deri te valvula ileocekale. Domethënë ky black boxi që është quajtur një kod gjatë në zorët e holla, edhe këto mund të ndahen për çështje didaktike, po sa i përket menaxhimit si gjakderdhje varfërsisht emergjent të njëjta me gjakderdhjet e poshtme. Po. Shkaqet, flasim pak për shkaqet e gjakderdhjeve të sipërme dhe gjakderdhjet e poshtme, sidomos të moshat e reja, të moshat e vjetra. Tek gjakderdhjet e sipërme, e para që duhet po nisem edhe me rastin që duhet secili mjek të shkojë mendja, është një ndarje që duhet të bëhet shumë rëndësi, kemi të bëjmë një gjakderdhje variciale apo jo variciale. Sepse kjo ndikon. Tek gjakderdhjet variciale pak se shumica në rastin pacienta me komplikime ose multimorbide janë më të ndihshëm, duhet të ndahen në këtë domethënë si rast, mandej të mundjet ose të gjakderdhjet variciale të bëjnë një lami diagnozave apo shkaqeve që ndahen tek të rritrit janë ulqera duodenale, mandej lugthit,
mandej ezofagjiti, malëruajs, lezionet, mandej mund të jenë tumorët, ndërsa tek fëmijët ndryshon pak. Fëmijët ndryshojnë, domethënë kemi metral, domethënë mund të jenë gastritet, ezofagitet, ndëmtimet nga trupat e huaj. Dallimi tek gjakderdhët ose te shpejtësia e gjakderdhjeve tek të rritit kryesisht dominojnë, domethënë për mbi 85% të raste kemi gjakderdhë të praktit ose të sipërme, ndërsa 15% janë të gjakderdhë të poshtme, diku për këtyre 15%, 35% janë gjakderdhë të mesme. Ndërsa dallimi tek fëmijët është e kundërta. Shumica në raste kemi të bëjmë me gjakderdhë të poshtme, ndërsa të sipërme më të rralla. Po. Ka dallim te mortaliteti me sa diun. Mortaliteti i gjakderdhëve të poshtme është më i lartë se sa i gjakderdhëve të sipërme me sa diun. Tek fëmijët më ndryshon ndërsa tek të rritur gjakderdhjet të sipërme kanë mortalitet më shumë. Gjakderdhët e sipërme. Gjakderdhët e sipërme kanë mortalitet më shumë. Më të lartë se sa gjakderdhët e poshtme. Domethënë, diku edhe shpejtësia është detyrë është 85% të rasteve, sepse një gjakderdhje e sipërme të ulqerat mund të gjakderdhen shumë, sidomos duodenale apo të hyjnë edhe tek variqet. Në një mortalitet shumë më të madh. Rritet më, ndërsa tek gjakderdhjet e poshtme edhe ndërhyrja, edhe koha e menaxhimit është ndryshe, është më pak. Po. Mendoj se klinikisht është më rëndësishme të ndahen gjakderdhjet e sipërme dhe të poshtme në emergjencë, po flasim për shkak se zakonisht si rregull tek gjakderdhjet e sipërme më tepër mirë gastroenterologu më tepër. Kështu që te gjakderdhjet e poshtme më tepër është punë e kirurgut, kështu që është mirë, thonë mjeku në emergjencë me e pas parasysh këtë, domethënë që pasi që të bëj atë stabilizimin dhe vlerësimin fillestar, pastaj të përcaktoj nëse gjakderdhja është e sipërme ose është e poshtme, për shkak ndoshta ndikon pak edhe në mënyrën e menaxhimit, mënyrën e trajtimit. Gjakderdhjet e sipërme normalisht duhet të kontaktohen përpara me gastroenterolog. Kurse te gjakderdhjet e poshtme zakonisht më tepër janë probleme kirurgjike. Si rregull, pse mund të ketë mund të jetë edhe tjera, mund të shkojmë ndoshta në detaje mandej te gjakderdhjet e poshtme, të tregojnë edhe arsyet kur, por gjithsesi ashtu është. Do thotë ka raste varësisht ka shkaktari i gjakderdhjeve të poshtme apo të sipërme, trajtimi ose ideja menaxhimit fillon që në fillim. Në shumicën e rasteve mendohet me njëherë të thrirri endoskopistin, do të thotë mjekimi ose edhe menaxhimi edhe diagnoza fillon që në kontaktin e parë. Shumë të vëllu prej simptome që me dallu kemi të bëjmë me të sipërme apo të poshtme, domethënë prirje, ato nga shenjat klasike që ne i shohim, varësisht ta kemi të bëjmë me melen apo me metamizit. Do të flasim edhe për pasqyrën klinike, besoj të sqarojmë gjithçka. Atëherë flasim tash pak për pasqyrën klinike, do të thonë pasqyra klinike janë disa simptome specifike të cilat janë për gjakderdhjen gastrointestinale, për shembull hematemeza, melena, hematohezia, e gjitha këto. Po flasim pak a shumë si një përmbledhje e pasqyrës klinike të gjakderdhjes gastrointestinale. Do të thonë shenjat që i the këto janë ato shenjat klasike që ne, do të thonë që në fakt secili mjek me njëherë që dëgjon kemi një melen, së pari që mendon është kemi një gjakderdhje të traktit sipër. Si të kemi një hematohezi, mendojmë njëherë mendojmë që do të jetë një gjakderdhje e poshtme. Gjithmonë nuk janë rregulla të sigurta ato. Mandej kur kemi te hematemezis, është gjakderdhja sipër. Kjo është por këto janë shenjat ato klasike, por gjithmonë dhe shumë me kujdes duhet kemi ato shenjat shoqëruese që janë. Do të thotë, na tregojnë shumë. Janë shoqëruese, kemi një sinkop. Pacienti mund të sinkopohet më njëherë. Kemi një lodhje, kemi një mundim, si është pamja lëkurës. Do të thotë janë do të thonë këto janë shenja të përgjithshme që pse mund të çojnë edhe një drejtim tjetër. Edhe shumë shpesh mund të jenë ndoshta edhe shenjat e para. Sepse mund të gjatë një kohë derisa pacienti ka melenë. Por ka një gjakderdhje shumë të madhe, i duhet kohë derisa melena, por ai ka pas sinkop. Edhe mund ndoshta të shkon në një gabim në një drejtim gabuar që të sharohet çështja kardiake. Do të mas parë shfaqet sinkopat, masane mund shfaqet melena. Mund të zgjasin disa orë derisa deri te melena. Kështu që do thotë gjithmonë një prej do të duhet menduar edhe tek sinkopa mund të jetë një gjakderdhje. Edhe gjakderdhje gastrointestinale. Edhe të tjera, a ka dhimbje abdominale, apo ka defans muskular, apo se mund të shoqëruese. Ditë sotit, gjithmonë që do të mendu shumë çdo ditë më tepër kem pacientë me moshë më të shtyrë që marrin medikamente ndryshme, të aspirin apo medikamente të reja, markumar etj. Do gjithmonë këto të bojnë
që me mendu në cilin drejtim edhe me mendu edhe në shaktarin. Po, i përmendet antikoagulant, për shembull, mund shfaqet shenjat e koagulopatisë, shumë ekimozat e ndryshme ose spider në vëmë, ose eritema palmare, për shembull, tek ose kaput meduze tek. Gjithë ato që janë domethënë shenjat që mendojnë me njerë, kam të bëjmë një gjakderë variqale, për shembull. Do thotë janë gjithë, do thotë pacienti duhet ta shiqojmë komplet dhe jo vetëm nga shenjat klasike. Melena, hematorecia apo hematolisi. Mendoj se kjo është një prej detyrave më të rëndësishme dhe kruciale të mjekut të emergjencës. Për shembull, mjekët e emergjencës ne zakonisht i shohim mjekun pacientin si tërësi. Po nuk e shohim nga ana e izoluar, për shembull, si ke shef specialisti një pjesë, po duhet ta shohim pacientin në tërësi. Ekziston edhe një pjesë e pacientëve për shembull ku gjakderdhja e sipërme paraqitet me hematohezi, për shembull raste kur për shkak të peristatikës së shpejtë, domethënë pacienti rrjedh gjak nga anusi, mirë po me ngjyrë të freskët, jo me ngjyrë, domethënë me len klasike. Në këtë rast ndoshta duhet të kemi parasysh. Gjithmonë duhet të shohim edhe simptoma të tjera. Kemi shok, shenjat e shokit apo jo, sepse në raste të tilla gjaku përveç vepron edhe si motilitet, rrit motilitetin. Po shumë shpesh peristaltiken, kështu që në raste shumë shpeshta, nëse ne kemi një gjakderdhje shumë të madhe, domethënë nga trakti sipër, mund të kemi hematohezi. Dhe e kundërta, një gjakderdhje do të thënë traktit poshtëm, për shembull në kolonin e djathtë, ka mundësi edhe në raste të tilla që ndoshta zgjat më shumë edhe më duk ndoshta po thuaj se si melen edhe. Do të thotë jo gjithmonë është kjo klasike. Prandaj duhet gjithmonë të shohim edhe shenja tjera që ndoshta të shkojmë pak më detaj. Po, sigurisht. Flasim edhe pak për gjakderdhjet nga trakti i poshtëm për shkaktarët. Përpos se përmendëm shkaktarët më shpejt se janë hemoroidet. Çfarë shkaktarë të tjerë mund të pasi që mund të shkaktojnë gjakderdhjen nga trakti i poshtëm? Te trakti i poshtëm mund të kemi hemoroidet, janë fisurat anale, mandej janë divertikoid. Unë e shoh që në Kosovë ka më pak divertike, ndërsa në vendet evropiane për shkak ndoshta edhe moshës, çdo ditë më tepër ka pacienta me gjakderdhje, domethënë është në fakt për shkaktarëve kryesor. Domethënë divertikoid. Jo divertik në Merkel, divertik në Merkel është tek fëmijët, ndërsa tek të rritjen divertikoid se kryesisht janë në regionin e sigmës. Mandej në tumorët, mandej është sëmundjet kronike inflamatore, morbus Crohni, koliti ulceroz, angidisplazi të ndryshme. Këto janë kanë shkaktarët më të shpesh të gjakderdhjeve të poshtme. Nga ana e poshtme, po, bukur. Atëherë, domethënë përmendur po shenjave klasike mund të kemi edhe simptoma të tjera, për shembull dhimbja e barkut ose defansi muskular ose pastaj sinkopa, gjitha këto. Kështu që gjithmonë kemi një pasqyrë sa më të gjanë dhe sa më të plot, domethënë pacientët. Jo vetëm ta shohim vetëm nga aspekti i simptomës klasike, shembull hematemeza melena, po ta kemi një pasqyrë më të gjanë. Atëherë, domethënë ishte pak a shumë sa i përket pasqyrës klinike, mendoj që mbulum shumicën e gjërave që duhet thuhen. Po bisedojmë pak për diagnozën, për diagnostikimin e gjakderdhjeve gastrointestinale. E dim që standardi është endoskopia, domethënë është edhe procedurë diagnostike, po edhe terapeutike. Po flasim fillimisht për tjera, për shembull, për metodat, rolin e metodave tjera diagnostike, për shembull, analizave laboratorike ose imazhërisë tjetër, qoftë rentgeni, qoftë ultrazoni, qoftë CT-ja, qoftë rezonanca, qoftë gjitha ato. Po filloj me analizat laboratorike. Për më thjeshtave, çka është më rëndësi për mjekun e emergjencës, qysh në fillim me kërku për analizave laboratorike? Kontakti parë shumë rëndësi. Do thotë shumë rëndësi se në fillim, do thotë është anamneza. Si gjithmonë. Që të jap ndikimin që të mendojmë në cilin drejtim. Mandej analizat laboratorike. Analizat laboratorike janë shumë rëndësi. Ma klasike mund të jetë hemoglobina, hematokrit. Por jo vetëm kjo. Shumë rëndësi vlerat e melqisë, transaminazat, kreatinina, urea. Urea zakonisht rritet për shkak të shndrimit hemoglobinës në ure. Kjo rritet shumë, është një shenjë domethënë kjo asnjë shumë të mirë që kjo rritet sidomos te gjakderdhjet e sipërme. Është kryesor për mandej faktorët e koagulimit. Grupi gjakut shumë rëndësi. Me njëherë me pa, sepse nëse ka nevojë për transfuzion, do të thonë se qasja me njëherë analizat laboratorike, jo që po të mendohet jo vetëm në hemoglobinë dhe hematokrit, po edhe analiza tjera të veshkave, të melqisë,
faktorët e koagulimit, sepse kjo mandej na ndihmon jo vetëm në diagnostikimin, por edhe të vlerësojmë se çfarë gjendje është, shkallën e gjakderdhës dhe si të mbas të kësaj shkallë të shohim mandej si bëhet menaxhimi. Do thotë kjo sa i përket analizave të gjakut, kjo është më rëndësi. Mandej ka diagnostik shumë rëndësi bëhet në ultrazon. Ndoshta pacienti nuk ka pas asnjë epizod më herët, as nuk e njohur për cirozë mëlçisë. E bën ultrazonin e shëmbëlqin që është dëmtuar. Dëmtuar, apo edhe me cirotike, apo kiasit, edhe mendon me njerë që mund t'jetë gjakderdhje variçale, domethënë të arrit me njerë mënyrën se si duhet me vepru, që mu i qas rastit më ndryshe. Mandej në raste shumë shpeshta nëse ka dhimbje, ndoshta do të më bë röntgeni, mund të bë ndoshta röntgeni nativ, që më parë shpesh të obstruksionit, perforimit, mund të ketë perforacion, mund të ketë apo CTA. Dhe të shumë rëndësi, se ka shumë shkaktarë shpesh të gjakderdhjeve që mund të qenë një perforacion, ose mund të qenë një kolit ishemik. Kolit iskemik që ka shku me gjakderdhje, në këtë rast të thotë nuk bëhet edhe shkaktari, por mandej më pa shkaktari që ka shku, më gjetë përveç të diagnoza, po mandej edhe për trajtimin e metodë tjetër. Do thotë edhe CTA apo një CTA angiografi. Është shumë rëndësi me pa ku kemi problemin. Do thotë ka pastaj edhe analizat, për shembull, analizat gazore, si point of care, do thonë si hap i parë drejt asajna që kemi një qasje të përgjithshme, kemi elektrolitet me elektrolit, domethënë me blood gas analizë që duhet bëjmë një herë, sepse në bazë kësaj ne mendojmë nëse kemi një laktatin, mendojmë të ishte iskemia apo të gjendja një shoku. Domethënë këto një pasqyrë e përgjithshme me analiza, me diagnostik, po shumë rëndësi, shpesh është e mjek të ri mendohet me njerë, ka gjakderdhje, thirrim endoskopistin, thirrim kirurgun, gastroenterologun. Pacienti duhet stabilizuar. Shumë rëndësi, ka shumë rëndësi që në fillim të fillohet me diagnostik dhe është e fundit që vjen endoskopia në fakt. Një pacienti që nuk është stabil, nuk ka endoskopia ndoshta vetëm në rastet e gjakderdhjeve variциale, gjakderdhjeve variциale, po edhe këto duhet stabilizuar dhe mandej me shku te endoskopisti, sepse një pacient që nuk është stabil nuk ka që bën as endoskopisti. Sigurisht. Sidomos kisha dashur me theksu vlerën e laktatit, për shkak të shoh se pak ka hezitime të përdorimi laktatit. Është një marker shumë i mirë që na tregon pak a shumë për perfuzionin periferik. Jo vetëm për perfuzionin periferik, po edhe për ato se, domethënë, masa terapeutike që cilat i kemi marrë, a kanë ajo të pasur sukses apo jo. Do nëse laktati po rritet faktikisht ne jem të bëjmë mjaftueshëm. Nuk po bëjmë mjaftueshëm. Kurse nëse laktati ka qenë më i lartë, ka filluar me ul, atëherë domethënë që jemi në drejtimin e duhur. Ashtu është vërtet. Po, sidomos në fazën akute, në fazën emergjente, domethënë laktatet janë shumë më rëndësishme në kontaktin e parë me pacientin. Edhe se në fakt pacientët e tillë fillon diagnostika dhe menaxhimi nuk fillon pothuajse në njëjtën kohë. Të rastet akute, po gjithmonë. Rastet akute duhet me fillu me njëherë. Njëtën kohë bëhet vendosja e kanylës, monitorimi, paralelisht bëhen, zakonisht rekomandohet më vendos 2 kanyla minimum 18, sidomos të rastet jo stabile. Po pra që domethënë njëtën kohë merret gjaku, shiqohen, bëhet laktati, bëhet analizat, fillohet me tretje, edhe përsëritja, sidomos e laktatit përsëritet mas pak kohë, me njerë që me pa në si ndërtimin të shku. Dhe që me pyet lidhje me vendosin e sondës nazogastrike. Më herët e di, çdo gjakderdhje kemi vendosur në sondën nazogastrike pak a shumë për bërë një lloj dekompresioni, por për me ditë, thonë është gjakderdhje pe traktit sipër apo të poshtëm. A ka ndonjë rëndësi klinike kjo? Për shkak se të pas parasysh që nuk është procedurë dhe shumë benigni fundit. Do thonë do të më hyjmë në sondë, për shembull pas komplikime, rupturë të ezofagut, gjëra të tilla. Është patjetër e nevojshme çdo pacient me gjakderdhje gastrointestinale me vendos sondën nazogastrike. Ka qenë përpara, tani nuk është, sepse qasja në ditë sot duhet jetë më shpejt tek endoskopia. Para mendoni një gjakderdhje nga trakti sipër kur nuk është e qartë akoma. Përderisa nuk është vërtetuar apo përjashtuar me endoskopi, mund të jetë një gjakderdhje variциale. Para mendoni një pacient me variqe gradës 3, edhe pretendojmë në vendosje sonë nazogastrike. Mundon bëj gjanat më keq. Gjanat hala më keq. Kështu që kjo te vendosja sondës nazogastrike vendoset atëherë kur
shumë raste të ralla, veç ma shumë terapeutik që pak me boe, do lirimin, por dekompresion, por jo sepse jo si klasike të shohim çapo shoh hematin apo jo si rutinë. Jo rutinë. Veç përpara ka qenë rutinë, kur në fakultet është edhe jo ka qenë rutinë, do thonë çdo pacient me gjakdere gastrointestinale, qoftë mbelen qoftë. Kemi vendosur ose sondën nasogastrike, pastaj kemi bërë rigimin me NaCl, kemi bërë aspirimin, kemi bërë. Kështu që mendoj që është ditët e sotme është e panevojshme, sa më shpejt tek endoskopia. Sepse endoskopia ka rolin diagnostik dhe terapeutik një të kohë. Prandaj edhe bëhet. Po, sigurisht. Qartë. Ka dashuri do të edhe më sqaru për kolekt e rrjetet që jam duke na ndëgju. Domethënë do kësaj përket metodave diagnostike edhe në përmbledhje, kështu që standardi ardh është endoskopia, domethënë për diagnozë dhe për trajtim, për analizë laboratorike, për pasqyrës gjakut, hepatogrami, funksionet veshkore, elektrolitet, pastaj glikemia, albuminat, enzimet pankreatike, gjitha këto, gjithsesi edhe gazoret venoze, shumë rëndësishme që është në kontaktin e parë. Pastaj ka rol edhe për ultrazonin, rol edhe për rentgenin ativ, rol edhe për CT-n, domos CT-n me angiografi, nëse dyshojmë në iskemi të zorës, domos tek moshat e vjetra atë kur e cila gjithsesi përcillet edhe me rritje të laktatit. Po ashtu. Do të thonë, kështu që ndërlidhen. Për sa ndërlidhen, për shkak të rëndësisë çështja e parë të gjitha paralelisht diagnostik, terapeut, edhe të ndryshu çështën, domethënë të vazhdu më thellë. Po, pa harru më thonë që domethënë testi i parë më i rëndësishëm është grupi gjakut edhe në atë moment. Simptomet koagulimit, sa më herët. Sepse do të më bëhet me menduar një herë sa më shpejt edhe me transfuzionin me sa është i nevojshëm. Me terapi. Një gjë do të më ditë shumë, ndoshta më uceke dim, në fakt edhe nga patofizologjia, ndoshta nuk duhet të vlerësohem ose të bazohem vetëm në hemoglobinë. Dim që në orë të para mund të jetë hemoglobina vjen më vonë. Do thotë nëse mendojmë, ka gjakdere po dëshoj edhe bëj hemoglobinën, hemoglobina mirë. E dim ato. Për patofizologji që sigurisht. Volumi jo akoma. Po. Ka disa pacientë cilët kanë anemi kronike dhe ashtu, kështu që edhe më herët ai nuk është që ka pasur hemoglobinë normale, kështu që hemoglobina e orës të parë nuk është që në ndihmon edhe shumë. Por mendoj gjithmonë shumë rëndësi indeksi i shokut. Shock index. Shock index me pasi është pulsi, si është është tachycard, si është tensioni, domethënë këto kanë shumë rëndësi. Për sqarim se nuk përdoret tani shumë shock indeksi, për sqarim shock indeksi është domethënë raporti mes të frekuencës zemrës edhe shtypjes sistolike. Domethënë është një pasqyrë shumë e mirë për gjendjen domethënë e perfuzionit periferik. Në atë moment që unë shoh një pacient që domethënë ka pulsin më të madh sa tensionin sistolik, unë më njëherë është një alarm që diçka nuk është në rregull. Është një indikator shumë i mirë, shumë i thjeshtë për të bërë shock index, domethënë shock index e mund të bëjë shumë lehtë, domethënë frekuenca e zemrës edhe pjesëtu për shtypjen sistolike. Po, shumë bukur. Atëherë doktor, po kalojmë pak tek trajtimi, tek menaxhimi i këtyre pacientëve. Siç tham, shpesh këta pacientë dinë me qenë edhe dramatik, domethënë gjakderet e mëdha variциale gjitha ato. Mos harroj me përmend përpos gjakdereve variциale edhe një lloj tjetër gjakdereve gastrointestinale që mund të më shkaktu vdekjet menjëhershme, është fistula aortoenterike, domethënë rastet kur grafti i aortës domethënë kryen fistullë ose erodon intestine, pastaj mund është rast shumë i rrallë, por me një vdekshmëri shumë. Po, kështu që të kihet parasysh. Mu për atë në diagnostik shok indeks, prapë kthehemi te gjendja përgjithshme e fillimit, nëse është një pacient tillë që me një shok indeks, nuk duhet më koni kënaqur vetëm një diagnostik thjesht. Nuk duhet më koni kënaqur me një ultrazon, përveç se ndoshta mund të shohë edhe me ultrazon diçka. Prandaj duhet CT-ja, ka vlerë tillë. Do thotë që mos përderisa gjendet shkaktar. Po. Arsye nuk duhet mjeku nuk duhet më qenë i kënaqur. Sigurisht. Duhet të më vazhdo me kërku derisa gjithë shkaktar. Po këtë rast mendoj që edhe vetë anamneza ka rëndësi të madhe, se nëse vjen një pacient, edhe thotë anorizm, kompos intervenim kom aortën me graft, se anë më herë mund shkon me, duhet më shkon me që mundet me qenë. Mundet me qenë kjo. Se për më është rasti rroll, po nëse nuk identifikohet herët, pacientëve që shkon. Kështu që nëse identifikojmë herët, mund me dhënë një shans më të mirë pacientit. Kështu që sa më herët prapë se prapë anamneza, numrin e hapi po. Ka tullu gjakut, ka operacione, edhe mbi gjitha shumë rëndësi mu prek pacienti. Ditë sotit shumë shpesh nuk për prek pacientin. Bëne ky, leta shefa, leta bëjmë CT, leta bëjmë ma shumë ka diagnostika apo nga operatura.
sikur gjithmonë prapë më pa pacientin, mu zhvesh pacientin. U examinu me pa që ka. Examinim thjesht, examin klasik fundi. Është shef inspekcion lëkurë, që ka pa një operacion, dhe mendoj në gjatë raste shumë. Po, është shumë e rëndësishme, thonë anamneza dhe ekzaminimi fizikal, thonë është hapi i parë, është nuk te kalohet, nuk e hub edhe në kohën e inteligjencës artificiale nuk e u vlerën. Nuk e u vlerën. Që thonë mbetet e vlerëshme. Atë do po kalojmë pak tek trajtimi, pak a shumë të mbulojmë të flasim si trajtohen rastet stabile, si trajtohen rastet jo stabile. Normalisht në emergjencë nuk e kemi njëjtën qasë si për rastet stabile, si për ato jo stabile. Kështu që po fillojmë njëherë me rastet më të rënda, me rastet jo stabile. Si të qasim një pacientin me gjakderet gastrointestinale edhe me gjendje jo stabile, me hemodinamik jo stabile. Se prap, do të thonë bazë qaset që në fillim, me njëjtën kohë fillon diagnostika dhe fillohet edhe me masa terapeutike, do të thotë vendosja kanyle që thash, minimumi 18 g, mandej shiqohet 2 kanilat mëdha që me bo infundobilimin, do të thonë me pa me njerë me transfuzion njerë të lëngjëv edhe përgatitja për gjak. Në raste mu me mendu edhe për vendosjen e kateterit qendror, nëse mendojmë që kemi nëse mendohet një pacient për gjendet përgjithshme. Për gjendet përgjithshme. Kthejmë gjithmonë të gjendet përgjithshme të shok indeksi me pa, nëse një pacient i tillë, varësisht apo vjell gjak, varësisht asasia me lenes apo varësisht që ka gjendje apo nëse vjell shumë gjak do të më mendu me një herë ndoshta edhe me bo edhe intubacion preventiv. Po, mi mbrojt rrugët e frymarrjes. Mi mbrojt rrugët e frymarrjes, do thotë me një herë fillohet me masat e përgjithshme. Endoskopia, pra po them, është e fundit. Është e fundit endoskopia sepse shpesh shoh po dëgjoj në kujdesari marrëthirrje. Endoskopia pacienti duhet më përgatit. Pacienti duhet më qenë stabil për endoskopi, sepse në një pacient që ka lukthën të mbushur plot me gjak. Edhe endoskopia nuk është. Futuna me endoskopia e aspiran. Po. Do të thotë ne nuk I kemi bërë asgjë. Aspiran mushkëni. Do të thotë aspiran mushkëni, kështu që mandej veç e komplikon më shumë, do të thotë. Është stabilitetin. Do duhet shumë shpesh, sidomos te gjakderet variçale duhet mendu shumë shpesh në intubacion, intubim preventiv. Sigurim dhe mbrojtja e rrugëve të frymarrjes. Do të terapia fillon që në çastin e parë. Po. Paralelisht duhet më njëherë të porositen dozat e gjakut, edhe varësisht prej Qasim pak për resuscitimin me lëngje, për dhënien e lëngjeve, do të thonë, sa kemi, se të them ashtu, hapësim për me dhënë lëngje, deri kur ne më dhënë lëngje, do të thonë për pacientin. Një gjë duhet me kuptu. Lëngjet nuk e zëvendësojnë gjakun. Po. Shumë e qartë. Kjo është duhet kuptojnë, ne mund t'japim lëngje, do t'japim, do të thonë 1 litër, veç në rastet ku 1 litër do të thonë mund t'japim me njëherë, 2 litër mund t'japim me njëherë, sepse duhet me reague. Por këto janë me njerë do të mendue hemoglobinën, do të me njerë me gjak, sepse gjakin nuk e zëvendëson. Mandej do të shohim laktatin. Shohim çfarë po bëjmë. Edhe qasja e tillë ka shumë rëndësi si të gjakderet variçale dhe jo variçale. Tek gjakderet variçale endoskopia duhet me qenë më shpejt. Do thotë të rastet jo stabile duhet të stabilizuar me njëherë dhe endoskopia me guidelines rekomandohet sa më shpejt. Kur thuhet sa më shpejt, do të thonë stabilizimi dhe mirë, është të menduar brenda 6 orë, ndoshta edhe më herët. Tek gjakderet variçale. Tek gjakderet jo variçale, këto varësisht nga kemi, do të thonë, kritik pacient stabilizimi, por këtu mendohet kemi kohë mund me pas edhe deri në 12 orë, ku te endoskopia. Mos harrojmë, në raste shumë të gjakderet shumë të mëdha, sidomos variçale, ka edhe metoda tjera, mund të vendosen në sonda. Blackmore Sengstack. Sonda, apo ditë sotit ka mundësia të mdohen ndo proteza, apo stent të g-cover, që të mbuluar, që pse kjo është deri sa të vjen mundësia për me pa, do si akute. Të gjakderet variçale në raste shumë të ralla, do ta mendojmë si një mundësia, ndoshta fundit, është edhe tipsi, do të thonë transjugular shanti. Shantin transjugular hepatik. Edhe kjo është si mundësia dhe të gjakderet dhe domethënë rritje të variçale të tensionit portal. Tek gjakderet si mundësi, do të thonë endoskopia është ardhur me metoda të ndryshme, nuk do të him detaje, disa lloje ose mundësi ditë sotë që I kemë për ndalë gjakderet, do të përdoren me klipa të ndryshëm, mandej spray të ndryshëm apo
shumë gjona Metoda tjera, ndryshme. metoda ndryshme, duhet në ditë sotit është duke përparu shumë është edhe radiologjia intervente. Po, Më thonë edhe radiologjia intervente ka fituar një mundësi shumë të madhe përpara embolizimin e embolizimin e do të thotë bëhet edhe te embolizimi. Mhm. Por e fundit është kirurgjia. Kirurgjia. Kthehemi në të resuscitimin me langje, mund të marrim si objektiv, për shembull, mund të japim langje derisa të arrijmë një tension arterial sistolik deri në 90 mm shtyllës xhivës, pastaj vlen ai principarimi i hipotensionit permisiv. Do të thonë na mjafton të jemi deri në 90, pastaj kemi nevojë të japim langje aq shumë sa që të arrijmë atë vlerat normale. Thonë nëse kemi arrit tensionin 90 mm shtyllës xhivës, atëherë sa më të presim të filloj me produkte të gjakut. Shumë rëndësishme. Po si strategji mendoj që është strategji do thotë qëllimi duhet të jetë i tillë, domethënë në tension 100 do të jem okay. Por shumë rëndësi mandej të gjakderdhet variциale edhe të transfuzioni, domethënë vlerat të hemoglobinës ndallojnë kur duhet të bëjmë transfuzion të gjakut, sepse të gjakderdhet variциale ner 7 apo 8, domethënë edhe ner 7, ner domethënë nëse kime 8 nuk është e nevojshme të japet. Çfarë dallon tek gjakderdhet jo variциale, sepse mundesh ndoshta varësisht apo për shok indeksit edhe me 8 e 9, ndoshta edhe me 10 nëse është nuk është stabilizuar. Domethënë kjo, domethënë te gjakderdhet variциale nuk është ajo që nuk du të arrim shumë një volum shumë të madh, sepse arrisim presionin akoma më shumë tek presionit portal, kështu që mund të rritë më të vazhdohet me gjakderdhje. Po përpos langjeve kristaloide, shembull, NaCl, ringeri, po flasim pak për tërësirat koloide. A ka ndonjë përparësi diçka të resuscitimi tërësirat koloide, për shembull, hemacelli e gjitha këto? Me studime nuk ka ndonjë rezultat. Me studime, unë nuk i rekomandoj edhe në literaturë, nuk e di çfarë mendimi ke. Jo, pajtohem plotësisht. Nuk kanë dhënë nuk kanë dhënë rezultat, do thotë nuk është ajo. E njëjtë është gjakderdhja variциale, shumica në raste pacientët të tillë, cirrozë mëlçis, kanë hipoalbuminë, kanë normale. Domethënë është një prej kontraindikacione shumë të rralla, domethënë të albumina nuk duhet jap te gjakderdhja variциale, nuk duhet të japin albuminat. Nuk duhet të japin albuminat. Se mund të mendohet me njerë, e bën analizën e ki albuminën në poshtë, apë t'japi. Nuk është që kontrandikuar. Po. Do të indikacionet për transfuzion të gjakut, të gjakderdhjet jo variциale, kemi hapësinë pak me të gjakderdhjet jo variциale, mund me fillu më herët. Me 8-9. Do të nuk varet pe vlerës, po varet pe sa shpejt po vjen. Do të thotë nuk është qëllimi gjithë secilin me njëherë me transfundu, me të gjakderdhjet me transfuzion, sidomos te gjakderdhjet variциale. Po, zakonisht jep raporti mes plazmës, trombociteve dhe eritrociteve, do të thotë që 1 me 1 ose 1 me 2, do të vazhdimshëm. Do thonë një plazmë, një trombocite, një eritrocite. Kështu që mos t'japim vetëm trombocite, eritrocite, mos t'japim plazmë, kështu që që probleme me kalkulopatia gjithë ato. Kështu që transfuzioni kur indikohet, do të thonë raporti 1 me 1, një plazmë, një trombocite dhe një eritrocite. Po flasim pak për përdorimin, është bë praktik përdorimi i pantoprazollit, omeprazolit, gjitha këtu në fazën akute të gjakderdhjeve gastrointestinale. Ne në emergjencë kemi farlloj protokolli, japim 80 mg si bollus, pastaj 8 mg në orë për 2-3 ditë. Sa kanë rëndësi këto inhibitorët e pompës protonike tek faza akute të gjakderdhjeve gastrointestinale? Pyetje shumë e vend, do të thonë fazën akute na akoma nuk e dim, do të thotë derisa dietën endoskopia për një është e paqartë. Çfarë gjakderdhje kem? Po. Kështu që përderisa nuk e dim, mjeku që në kontakt të parë, du t'jep pepit, pantoprazollit, njëjtë 80 mg. Mandej, përderisa nuk e dim, nuk e kemi përjashtuar edhe gjakderdhjen variциale, do t'jenë telepresina, oktrotit, apo somatostatin, do thotë, do du t'japin me njëherë. Këto vetëm të gjakderdhjet variциale, do të jemi qartë. Por ne nuk e dim akoma. Po. Përderisa nuk e dim, nëse mendojmë, nëse në kokën tonë nuk është e qartë. Një pacient ndoshta nuk është e përjashtuar apo mendojmë që mund të jetë edhe variциale, duhet t'japet edhe kjo derisa të bëhet. Në mënyrë empirike. Në mënyrë empirike, nëse mendojmë, nëse është e qartë, nëse kemi dyshim më shumë se është jo variциale, atëherë japet pantoprazolli. Por nëse nuk është e përjashtuar, nëse mendojmë, ka pacient ka cirrozë mëlçis, e dim, do thotë duhet t'japet kjo, shumë rëndësi tek mendimi kur mendojmë që kemi edhe gjakderdhje variциale është japet antibiotikët. Antibiotik, po. Sidomos japet ceftriaksoni, japet antibiotiku, derisa të bëhet endoskopia, nëse mandej është vërtetuar diagnoza, do të me vazhdu 57 ditë. Njëjtë edhe me telepresin. Nëse vërtetohet
Diagnoza gjakdera variqale vazhdohet me telipërsin për 5 ditë. Po. Edhe një gjë, ndoshta shumë rëndësi, nëse vërtetohet që kemi gjakdera variqale, edhe nuk kemi indikacion tjetër për PPI, duhet të ndalohet PPI. Do thonë te ciroza e melçis, PPI nuk rekomandohen. Nuk rekomandohen. Vetëm nëse ka indikacion tjetër, por sepse rritin domethënë mundësinë e infeksionit. Po. Bukur. Flasim pak edhe për rastet, për shembull, të cilët janë duke përdorur antikoagulante, përmendet markumal, varfarinet të tjera, të cilët gjakderin nga trakti gastrointestinal. Tek këto raste, sidomos tek varfarinet, duhet të japim edhe vitamina K. Kemi ndonjë guideline si të planifikojmë dhënien e vitaminës K tek ta pacienta, edhe ai ndikohet gjithmonë. Jo, duhet me pa, domethënë ditë sot kemi jo vetëm varfarinë, por kemi edhe ilaçe tjera të reja, domethënë DOAC, të ilaçe tjera, të disa kanë antidot, jo të gjithë kanë antidot. E duhet me pas shumë kujdes. Domethënë në rast duhet me pa edhe smundje shoqëruese. Me pa shumë, po flasim rastin me varfarinë, e kemi konfirmuar se pacienti përdor varfarinë. Nëse mund të japet domethënë vitaminë K, japet një ampull, por me shumë kujdes. Do të duhet me pas shumë kujdes, por e përdorim edhe ajenorin, për shembull, INR si lloj referencë, nëse është i rritur. Normal, do të qenë varësisht ka sëmundje shoqëruese, ka proteza mekanike, do të pas shumë kujdes. Do të mandej mund të jep PPSB, do të varësisht prej si kemi gjendjen të faktorët koagulimit. Por këto duhet me shumë kujdes me pa. Sepse ndoshta mund të mbojmë edhe një dëm tjetër. Prandaj në fazën ndoshta më një herë akute nuk isha me jap derisa të fitoj më shumë informacione. Çfarë gjakdere kemi? Po çfarë lloj gjakdere kemi? Po, bukur. Atëherë, diçka tjetër sa i përket terapisë, do të thonë përmendëm resuscitimin me langje, përmendëm do të thonë intubimin e hershëm dhe mbrojtjen e rrugëve të frymëmarrjes, ventilimin, oksigjenimin, gjithë ato. Pastaj resuscitimi me produkte të gjakut, përdorimi i oktrotidit dhe terlipresinës. Po të kemi parasysh të përdorim vetëm tek gjakderet variциale, tek gjakderet jo variциale, do të thonë këto nuk e përdorim. Shumë rëndësi për shkak se janë sadokudo janë substanca që kanë ndikim në vaskulaturë. Ashtu është. Kështu që të kemi parasysh, domethënë indikacioni vetëm është gjakderet variциale. Ndalni pak edhe një herë të mbulojmë punën e endoskopisë. Po thonë, tek gjakderet jo variциale, endoskopia jo patjetër duhet ngutemi me endoskopi. Te gjakderet variциale, endoskopia duhet bëhet më herët. Domethënë ka guidelines, edhe për këtë ka guidelines, pacienti është stabilizu, është kritik, domethënë ndarja variциale, sa më shpejt, mundësisht brenda 6 orë, te gjakderet jo variциale, varësisht nga gjendja e përgjithshme e pacientit. Nëse shok indeksi është në rregull, është stabilizu, mundet me prit 12 orë në raste të caktuara deri edhe 24 orë, edhe më shumë, ndërsa te gjakderet variциale 12 orë, ndoshta edhe më herë, edhe 6 orë. Po. Bukur. Atëherë do të po flasim pak për ato vendimet përfundimtare, çka të bëjmë me pacientin pas fazës emergjente. Do të thonë, cilat janë indikacionet për mu pranu pacientin në spital, do të thonë kur do të pranohet në repart, kur do të pranohet në kujdes intensiv, edhe ka edhe në rast që aty këtu që mundemi edhe me lëshun shpejt. Po, ndoshta para se me shkuën te kjo pyetje, mos harrojmë, kemi edhe gjakdera dhe te trakti të poshtëm. Pyetja gjithmonë është a ka koloskopi urgjent? Po. Apo nuk ka? Nga njerë duhet me pa edhe të gjakderët e poshtme, është bo edhe një kolonoskopi ose një sigmoidoskopi. Urgjente, por gjithmonë rekomandohet në rast të tilla, edhe nëse kemi një hematoeci, rekomandohet të përjashtohet gjakdera sipërme. Sepse prapë me rregull thojmë nga gjakdera sipër mund të vdek pacientin. Është edhe nga gjakdera poshtme. Kështu që ka raste të caktuara duhet me mendu varësisht me gjendjen e përgjithshme e pacientit, apo ndoshta edhe kolonoskopia kur më bë. Kolonoskopia urgjente. Urgjente kjo është ka gjendë thojza, është një temë shumë interesante, por gjithsesi duhet me mendu edhe në raste të tilla të gjakdera divertik, sepse edhe aty ka mundësi stabilizimi shkon i njëjtë, stabilizimi i pacientit gjatë masat e përgjithshme, por te endoskopia edhe këtu ka raste kur endoskopia domethënë ka një rol shumë të madh. Që mund të bëhen edhe masa terapeutike me klipa, me dosje të injeksion të adrenalin.
Diçka tjetër sa i përket trajtimit, besoj që kemi mbuluar gjitha. Mendoj që domethënë përgjithësi kemi domethënë endoskopia, mandej radiologjia, përgjithësisht edhe e fundit që është kirurgjia. Mendoj se në përgjithësi mendoj që i kemi përmbledhur. Bukur. Atëherë flasim pak për atë sistemimin përfundimtar. Cil pacient, domethënë, duhet pranuar në repart, cil pacient duhet shkojnë kujdes intensiv. Edhe aty këtu ndoj pacient ndoshta mundet edhe më shumë shpejt për trajtim shtëpiak. Se ka gjendjen stabile. Jo secili pacient duhet më pranuar, domethënë pse na flasim për gjakderët, mund të bëhet një pacient kam një gjakderdhje, por ka gjithë faktorët të tjerë, ka në rregull, ka laboratorin në rregull, ka pas gjakderdhje të pashme gastrointestinale, ka pelcit një hemorroid, ai duket shumë, pacienti është i traumatizuar, thotë e kam mbushur shumë me gjak, por ty bën gjithë analizat, shok indeksi në rregull, hemoglobina në rregull, do të thotë një rast i tillë gjakdera është ndal, mund të më trajtuar në shtëpi. Por për me lehtësu punën tonë, do punën e mjekut emergjent ka skor të ndryshëm, do të thonë ka sisteme skorimi të ndryshme që neve na përgjigjen pyetje të tillë. Çfarë rreziku? Do të thonë pyetja është, një pacient tillë, do ta lëshoj të shtëpia, do ta pranoj në repart, apo një pacient tillë do ta çojnë në mjekim intensiv. Edhe një rrezik sa ka vdekshmërinë ose mortalitetin, sa ka gjasat, edhe sa janë gjasat që një pacient i tillë të ketë gjakderdhje të përsëritet gjakderdhja. Domethënë janë disa faktorë, janë një skor të ndryshëm që kryesisht Blatchford, Rockall. Është më përmend për shkak se këto gjenden let online, për shembull secili prej kolegëve, mjekëve hap për shembull shkruan Blatchford dhe pastaj mandej IM score, mandej Rockall score, domethënë Rockall. Janë këto janë skor të ndryshëm që kryesisht mbushën bazë të dhënave që kemi fituar me anamnezë dhe me analiza. Domethënë gjendja për shok indeksi, melena, tensioni, pulsi, mental, domethënë si është gjendja për statusi mental normal, mandej vlera do të thotë hemoglobinës, urea, mandej insuficienca e melqis, domethënë insuficienca e zemrës. Përgjithësi, domethënë janë këto varësisht prej skorëve të ndryshme jepen të dhënat edhe ne caktojnë, domethënë a ke rrezikun e ulët që mundesh me për rishfaqjet e gjakderës, që mundesh me shku te shtëpia, ki rrezik mesatar që duhet më pranu në repart. Për observim do të bëhet endoskopia ditën tjetër, apo ke je kritik, domethënë varësisht prej shok indeks dhe faktorë të ndryshme që duhet më pranu, por do të më stabilizu, domethënë duhet më pranu në repart në kujdes intensiv, por transfuzione. Por janë që një ndihmë shumë e madhe. Do thotë janë ato që është bërë diagnostika në fillim, mbas edhe dhënave të tyre tilla mund të caktojmë se në ndërtim të japim. Domethënë këto sisteme skorimi na ndihmojnë shumë në atë aspektin e vendimarrjes klinike, domethënë pak a shumë ka të drejtojmë pacientin, domethënë shkon mund me liru në shtëpi, mund në repart, apo mund me bazë sistemit sikorimit, mundësit gjasat i ka ky pacient që me pas rishfaqje gjakderës që do të ishte ullës që të pranohet mandej, sepse do të ketë sinkope prap. Apo mosha. Por shumicën e rasteve mosha, komorbiditet, domethënë një pacient i tillë. Pastaj edhe kujdesi shtëpia ka kush kushtuar apo jeto vetëm. A kanë spitalin afër se kanë spitalin afër. Ndikojnë. Domethënë rastet janë shumë të rrallë që duhet më kthy. Me si ide. Moshat e vjetra, mbi 65 vjet, me njëherë ka një punkt, një pik. Mandej hemoglobina ose melena, ai pacienti ka diçka. Tensioni i ulët, pulsi rritën, do të thonë në raste që duhet vetëm u pranu. Nëse 0, për shembull te Glasgow, te Blatchford, domethënë vetëm me 0 pik mundet me shku te shtëpia. Megjithatë me një pik nëse e ka, nga gjitha këto do të pranu spital. Sepse janë raste domethënë ushtrëria rritën që tregon që ki ose ki sinkop, ose ki tensionin e ulët, domethënë janë këto skorë që përdor. Gjithë elementet që ndikojnë ashtu në vendimmarrje. Atëherë doktor Besnik, nëse nuk kemi diçka më shumë, të falenderoj shumë, mendoj që kemi mbulu shumicën e gjanave të rëndësishme që duhet thuhen për gjakderet gastrointestinale në emergjencë. Besoj se për ju gastroenterolog keni çka më folë edhe shumë më shumë për këto problematika, po për neve në emergjencë mendoj që kemi mbuluar një pjesë të madhe të elementeve më të rëndësishme. Edhe në herën po të falenderoj shumë, nëse nuk ke diçka tjetër më shtu, po të falenderoj shumë për që përgjigje ftesës me qenë sonte me neve.
Unë mundova aqsa, duke met në podcastin e emergjencë, fola shumë pak për endoskopin dhe masa që merr endoskopin, këtë bazuar në podcastin e emergjencë. Mendoj që i përfshim në përgjithësi, ato që u dësh më thonë, shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe për te, shpresoj që kjo nuk do të jetë hera e fundit që do të bashkëbisedojmë, shpresojmë që gastroenterologjia është një fushë mjaft e madhe me cilën na në emergjencë kemi shumë probleme, kështu që shpresoj që edhe në të ardhmen do të kemi musafir. Shumë kënaqësi. Atëherë kolegë nderuar, faleminderit shumë gjithë juve që qëndruat me neve deri në podcastin e radhës. Ju përshëndesim të gjithë. Faleminderit.